një seri kontratash të majme, një vizitë zyrtare dhe një tender i ndryshuar. Një hulumtim i gazetës Insideri hedh dritë mbi një zinxhir veprimesh që lidhen me biznesmenin Arif Elshani, përfaqësues i markës Peugeot në Kosovë dhe raportet e tij me zyrën e kryeministrit Albin Kurti. Firma e Elshanit Mercom Auto ka përfituar 2 kontrata të mëdha. Agjencia Qendrore e Prokurimit për 80 vetura me vlerë mbi 1.9 milion euro. Kjo nënkupton se qiraja për një vetur shkon mbi 24.000 euro. Një tjetër drejt për drejt nga zyra e kryeministrit për qiran e 15 veturave me çmim 550 euro në muaj për vetur. Por ZKM, duke anashkaluar AQP-n, dyshohet se ka vepruar në kundërshtim me nenin 95 të ligjit të prokurimit publik, duke hyrë në marrëdhënie të drejt për drejtë kontraktuale me Mercom Auto. Hulumtimi zbulon se në tenderin e ZKM-s janë bërë ndryshime në 2 pika të dosjes teknike. Me 13 nëntor 2024, ZKM shpall tenderin publik. Vetëm 5 ditë më pas, me 18 nëntor, bëhen ndryshime në dokumentet e tenderit. Ndryshimet u justifikuan si sqarim pas një pyetje të bërë nga një kompani e pa identifikuar. Dokumenti u nënshkrua nga Isa Hajdari nga zyra e kryeministrit. Por çfarë u ndryshua? Kapaciteti i motorit të veturave fillimisht kërkoi kapacitet minimal prej 1998 cm3, pas ndryshimit kërkesa ul në 1940 cm3. Edhe në pozicionin teknik ishte bërë ndryshimi i dytë. Gazeta Insideri ka njoftuar për këto ndryshime Departamentin e Monitorimit në Komisionin Rregullativ të Prokurimit, por deri tani nuk ka asnjë koment zyrtar. Kompania e Arif Elshanit ka mohuar çdo përfshirje në ndryshimet e tenderit. Në një përgjigje për Insiderin, ata shkruajnë: çdo vendim për të ndryshuar kriteret e një tenderi është ekskluzivitet i autoritetit kontraktues. Ne nuk kemi kërkuar asnjëherë ndryshime dhe kemi aplikuar vetëm bazuar në dokumentet publike të e-prokurimit. Mercom Auto shton gjithashtu: e mohojmë kategorikisht çdo përfshirje në veprime që shkelin ligjin apo normat etike. Marrëveshjet tona me institucionet publike janë bërë në përputhje me ligjet e Republikës së Kosovës. Ndërsa për vizitën e Albin Kurtit në ambientet e Mercom Auto, kompania thotë: nuk kemi asnjë lidhje personale apo politike me kryeministrin. Vizitat e tij kanë qenë publike dhe transparente. Ne mirëpresim çdo zyrtar shtetëror, pa dallim përkatësie politike. Pas publikimit të artikullit, zyra e kryeministrit ka reaguar. Këtu mund të shihni përgjigjen e plotë që ka dhënë për Insiderin.